Kur thua të dinjitetshëm, si e shpjegojmë, çfarë mundohesh ti të kapësh tek këta njerëz? Nëse kisha mund të shprehje me gjuhën e fotografisë, përpjekja ime në këto projekte, në punën me këta njerëz është të mundem t'i paraqes ata në një dritë më të mirë. Ata janë me një pozitë, në një fazë të jetës së tyre, në një sfidë, ku shpeshherë kanë një vetbesim ose një relacion me vetveten që është pak në disfavor të tyre. Edhe përmes këtyre projekteve atyre u ndihmohet që t'ju kthehet dinjiteti, t'ju ndihmohet reintegrimi i tyre në botën profesionale në mënyrë të dinjitetshme, edhe roli im sado i vogël ose i madh në gjithatë është të mundem ata njerëz t'i paraqes natyrisht në një dritë më të mirë, në një dritë më pozitive, në një dritë më të dinjitetshme.